Roma të ndëruar shikues, jeni me emisionin Business Plus. Sonte flasim për çmimet e derivateve. Nafta po shtrenjtohet me ritme alarmante, çfarë po ndodh, kush e mban përgjegjësinë dhe çfarë mund të bëjë shteti? Këto pyetje kemi shtruar ekspertëve dhe përgjigjet e tyre i ndiqni në këtë emision. Çmimi i eurodizelit, karburanti më i përdorur për automjete në vend, është rritur me mbi 40% brenda vetëm 2 muaj gjysmë, ose konkretisht për 27.5 denar për litër. Sipas të dhënave të Komisionit Rregullator për Energjetik, më 23 dhjetor të vitit të kaluar, çmimi 1 litre naftë ishte 64.5 denar, ndërsa më 30 dhjetor u rrit në 65 denar për litër. Aktualisht çmimi i eurodizelit ka arritur në 22 denar për litër, ndërsa tregtarëve u lejohet që të shesin edhe me çmime më të ulta se ky nivel maksimal. Nga kompania Okta dhe nga qeveria është bërë e ditur se distributorët që furnizojnë me derivate nga Okta do të përfitojnë një zbritje prej 2 denarësh për litër, e cila do të vlejë deri në fund të muajit mars. Qeveria thekson se po e monitoron nga afër situatën dhe nëse paraqitet nevoja do të ndërmarrë masa shtesë. Megjithatë, për momentin ajo mbështetet në solidaritetin e tregtarëve për të mos rritur çmimet, edhe pse në disa markete tashmë është vërejtur rritje çmimeve të produkteve të caktuara. Ndërkohë në tregjet ndërkombëtare, çmimet e naftës janë rritur me naftën Brent që arriti nivelin më të lartë në më shumë se një javë, duke u stabilizuar pranë $115 për fuqi pas tensioneve, ndërsa në të njëjtën kohë nafta brute amerikane u tregtua rreth $100 për fuqi. Situata aktuale me çmimet e derivateve të naftës kërkon reagim të shpejtë dhe të organizuar nga institucionet shtetërore. Këtë e thekson për Business Plus profesori universitar Abil Baush, i cili paralajmëron se efektet e kësaj krize mund të prekin sektor të rëndësishëm të ekonomisë. Baush kritikon furnizuesit e naftës që krijuan kaos nëpër pompat e benzinës, duke theksuar se ata sipas ligjit ishin të detyruar të mbanin rezerva të mjaftueshme. Për çmimet rekomandon një sistem për llogaritje ditore i cili do të eliminonte presionin psikologjik të qytetarët. Ndërsa rekomandimet kryesore, profesori Baush thekson mundësinë e uljes së akcizës dhe TVSH-s. Deklaratën e plotë të profesorit Abil Baush e ndjekim në vazhdim. Mirë, kemi një moment të ri global, nuk është ajo, mos ta krahasojmë me 2022-2023, një moment në të cilën kemi rritje të derivateve të naftës, por në të njëjtën kohë kemi edhe masa globale, të cilët mirën paraprakisht që kjo val pak të zbutet. E tash pyetja, cilat sektor mund të preken? Në fillim, si çdo herë sektori i transportit çdo herë do të fillon është ai i cili preket i pari, për arsye se e dim ne krejt varemi nga derivatet e naftës. Këtu mund të kemi lëvizje të çmimeve ose kemi një farë krize në këtë sektorin e transportit dhe mandej pas sektorit të transportit vinë sektore tjera, pite sektorit drejtitarisë deri te prodhimi i ushqimit, do të kenë një farë prekje të krizës, por ende jemi në një fazë kur është tepër herët të japim prognoza se sa mund të zgjatë kriza ose sa mund të ketë impakti i kësaj krize. Domethënë, për momentin kemi një situatë psikologjike te qytetarët, ku të prirur nga ajo përvoja që e kanë paraprakisht mund të vinë me një situatë kur paraqitet një farë krize, por duhet jemi për momentin vigjilant dhe duhet të shohim se sa mund të zgjatë kjo krizë dhe sa mund të ketë impakt kjo krizë në këto disa sektor të cilët i përmend. Kemi dy momente interesante këtë të ndara njëra me tjetrin, 2 situata të ndara. Situata e parë, kompanitë e distribuimit të naftave e detyrimi ligjor e kanë prej 60 deri 90 ditë të kenë të furnizuara derivate të naftës, domethënë rezerva të naftës. Dhe momentin që cilën e paraqitet atë ditë që bo ai haosi total në për këto pompat e benzinit ishte në mënyrë jo etike nga ana e furnizuesve të naftës. Më thonë, nuk është korrekte të bëhet kjo, për arsye se ato kanë derivate të naftës sipas ligjit në rezervat e tyre. Më thonë, nuk duhet të ndalet furnizimi i naftës në asnjë moment, në asnjë pompë të benzinit. Kjo ligjërisht duhet të sankcionohet në atë momente të caktuara.
Dhe tash hymë të e pyetja tjetër, do të thonë, ne e dim parafërsisht për shembull në bazë ditore ne harxojmë prej 1.3 dhe 1.5 milion litra naftë në bazat ditore. Dhe ne këtë statistike e dim, do të thonë statistikë të dhëna të qarta dhe publike. Do të thonë bazë më shumë se kjo dhe më pak se kjo nuk mund të ketë. Do të thonë mund të ketë momente që ishte si e përmendëm këtë kur u turën të gjithë në pompat e benzinit, por kjo është një moment i caktuar. Do të thonë kur bëhet kjo situata dramatike. E tash kjo ishte një situatë tjetër, në moment kur 60 dhe 90 ditë e ke të patjetërsueshme si derivate të kesh rezerva për distribuimin e naftës, sepse në bazë të kësaj e merr licencën për të ushtruar këtë detyrë. Momenti tjetër, rezervat e naftë, rezervat shtetërore janë 45 ditë. 40 dhe 45 ditë i ka shteti jonë, për dallim për Unionit Evropian të cilët janë 90 ditë. E ashtu kemi një moment. Nuk mundet derivatet e naftës të shkojnë deri te qytetarët ashtu që t'i lamë në mënyrë të rregullt ato të shkojnë. Dihet rezervat e naftës ku shfrytëzohen dhe si shfrytëzohen. Shfrytëzohen te institucionet vitale të cilat i nevojitën shtetit për të funksionuar në mënyrë normale në momente të caktuara, 40 dhe 45 ditë. Këtu kemi një moment tjetër, këto s'duhet i përzim në asnjë moment. Momenti i derivateve të naftës ku i mbajnë distributerët e naftës dhe momenti i shtetit ka në tjetër moment të caktuar. E tash, problemi është këtu. Si ne erdhëm deri te kalkulimi i naftës, a duhet te ligjin të cilën e ndruar te Komisioni Regulatori të bëhet në këtë mënyrë shumë të vrazhgët dhe shumë të shpejtë. A duhet ne të bëjmë sikur vendet e rajonit të kalkulojmë në bazë ditore? Po, do të thuani do të rriteshin çmimet në këtë mënyrë, po nuk do të kishim mandej presion psikologjik të qytetarëve, sepse në bazë ditore do të rriteshte, po edhe në bazë ditore do të zvogloheshte çmimi i naftës dhe do të kishim një farlloj balansi në këtë aspekt. Një situatë ku ne themi kështu, nuk duhet të ketë presion në bazën e inflacionit, sepse kemi një problem vetëm të derivatet e naftës dhe nuk mundet kjo të bëhet një farlloj efektit këtë më dramatik, për arsye se ende është herë të hapim prognozë. Në pjesën tjetër, na shifni, te ne ende është e vale shpekulimeve dhe këtu duhet të miren masat qeveritare shumë më shpejt, pikërisht të këto produkte, sa shpejt mund të rriten këto produktet elementare. Ne nuk kemi problem me furnizimin e vajit për momentin. Ose kemi pas edhe aty rezerva, ose dihet se janë rezervat e aty. Mirë po, ja që fillon të kalkulohen çmimet. Tash cëllën do masë që ta mirë ju, jenë të përgatitur pjesa tjetër se si ta reagon në bazë të asaj masës. Këtu duhet në mënyrë sistematike të vijen masat. Dhe nuk është momenti në mënyrë fizike të çojnë njerëzit, inspektorët të ndryshëm, sidomos inspektorët e tregullit, dhe të vërejnë a kemi lëvizje të çmimeve. Jo, në mënyrë sistematike. Sa ato lëvizin çmimit prej te prodhuesi deri te furnizuesi final, te konsumatori, dhe të shohim se kush bën këtu lëvizje të çmimeve. Dhe normal që ato do duhet patjetër të sanksionohen, po jo në sankcionimin ashtu që janë mësuar të sanksionohen, që e dimi një atë rastin me ato me bashkimin e një kvarteli që e bënën këto, dhe sanksionet ishin më shumë qesharake se sa ashtu që ose etiket e ne nuk funksionon, ne mund të jemi propaganda dhe fjalë që mos të rritni çmimet dhe e kundërta mund ndodh. Por në mënyrë sistematike të shifet se kush i bën lëvizjet e çmimeve në bazë të qytetarëve. Dhe kjo është ai momenti të cilën ne duhet ta shohim. Kemi një moment tjetër kur tash në bazë të akcizave dhe TVSH-s kemi rritje të ardhura në buxhetin e shtetit. Këto në bazë të buxhetit të shtetit, ku do të transferohen këto tolla? Shihni, mirën parat prej te qytetarët, normal është inflacioni 2.9 si masenti statistikor, a do të kemi rritje, do të jemi të kujdesshëm, mos ja marrim fuqinë blerëse qytetarit nga një anë, nga ana tjetër, as ekonomisë mos t'i marrim të holla, sepse kemi situatë të rikuperimit ekonomik këtë vit. Dhe këtu do të jetë, si do të mund kjo të luhet në këtë moment të caktuar, do duhet patjetër të shifen edhe rekomandimet të cilat i japin edhe institucionet serioze, edhe evropiane edhe botërore. Tash kemi sot ose nesër del Banka Qendrore Evropiane me rekomandimet e veta. Dhe duhet këto të shifen rekomandimet dhe të trajtohen edhe këtu në vendin tonë dhe mos bëhen masa të përshpejtuara ku do të nxisim inflacionin nga një anë, po nga ana tjetër edhe do nxisim krizën në vendin tonë. Ky moment u huq, në vitin 2022.
Në momenti që të cilën u huq atër, si masë dhe të shifshim rezultatin sot, është mirë dhe me thonë ne që mos të luajm shumë me çmimin e tregut, por ama mund të luajm me çmimin e akcizës edhe me çmimin e TVSH-s për derivatet e naftës. Por kjo duhet patjetër të shifet në mënyrë shumë të kujdesshme. Dhe me thonë si kjo do të reagojë, sa do të kemi ne, sa do zgjas kjo krizë. Dhe me thonë mos marrim shumë shpejt hapa të përshpejtuara, sidomos me TVSH-n, sepse ndëgjoj se njerë du të kapin të zvoglen të vëshën, mandej të shkojnë në pjesën e akcizës. Unë mendoj se pjesë e akcizës është shumë ma interesante të zvoglojt, e ndinim se për arsye se mandej do duhet ato bëjnë sisteme tjera, do më thonë, marrin të vedime tjera sistematike. Do duhet pa tjetër të shfrytëzojnë të gjithë rezervat, për arsye se aktivizohet pjesë e akcizës në situata kur kemi pjesë alarmante ose kemi në situatë krize, dhe mandej mund të shfrytëzojmë edhe këto rezervat e naftës shtetërore. Në thonë, për atë arsye du të jemi të kujdesshëm këto. Në thonë, cilën mas në cilën moment ta shfrytëzojmë, edhe mandej të fillojmë të bëjmë këtë. Nëse bëjmë ngrirjen e çmimeve, në thonë, atër pa tjetër do duhet dikush ta paguaj këtë në bezë, në tregun të berzës, dhe me thonë. Kishte një ide që të shkohet nëse shderitet bareli naftës ose toni naftës me një periudhë të caktuar në mënyrë të thuaje përpjestueshme të mund të zvoglohet edhe akciza edhe TVSH-ja, që është ide e mirë, më thonë që duhet të shifet, më thonë të analizohet dhe në bazë të kësaj të mundet as buxheti i shtetit mos humbë, as qytetarët mos paguajnë shumë shtrenjtë çmimin e naftës, dhe të mbahet një farë lloj balansi. Më thonë ka metoda dhe mënyra se si kjo në mënyrë më të mirë ky shok ose kjo aftershock ose si duheni thoni të mund të zbutet pak më mirë. Rritja e çmimeve të karburantëve si pasojë e konfliktit Tiranë-Izrael po godet drejt për drejt sektorin e transportit, bujqësisë, ndërtimtarisë dhe industrisë ushqimore. Deklaron kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Nuhi Aliu, në emisionin Business Plus. Lidhur me masat qeveritare, Aliu theksoi se qeveria ka në dispozicion uljen e akcizave dhe të TVSH-s, si dhe rezervat shtetërore të derivateve, por sqaroi se një masë ngrirje e çmimeve nuk është e realizueshme, pasi vendi mbështetet tërësisht në import. Vendimin e Komisionit Rregullator për korrigjimin e çmimeve të karburantëve vetëm një herë në javë, Aliu e sheh si të pakuptimt, duke argumentuar se çmimet në tregjet ndërkombëtare ndryshojnë çdo ditë dhe një korrigjim javor nuk i pasqyron realitetet e tregut. Nëse kjo tendencë vazhdon, Aliu paralajmëron se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të jenë të para që do të goditen, duke qenë se nuk kanë kapacitet të punojnë me humbje. Prononcimin e plotë të kryetarit të MPP-s, Nuhi Aliu, e ndjekim në vazhdim. Është shumë e vërtetë, domethënë se kohën javën e kaluar, po edhe këtë javë, kemi rritje enorme me çmimeve të derivateve, gjë që është prit për shkak krizës e cila dhe luftës që filloi në Iran me Izraelin edhe SBA-n, kështu që ne duhet të dimë se Irani është një prodhues shumë i fuqishëm dhe shumë i madh i derivateve, domethënë dhe mund të themi lirisht aty ndodhen rezervat më të mëdha. Edhe prodhohen sasitë më të mëdha, domethënë në Iran, kështu që përveç kësaj aty kemi edhe atë ngushticën e Hormosit, të cilën thotë se do ta shtyroj Trumpi. Mirë po, ne mendojmë se nuk është aq e thjeshtë situata, si mundohet ta prezantojnë këta që kanë hivesh në luftë, po shohim se në luftë po inkuadrohen edhe vende tjera, që ajo mund të marrë edhe për masa shumë më të mëdha, që mund të ndikon deri përzdrejti në rritjen enorme të derivateve, a me rritjen e çmimit të derivateve sektoret më të rëndësishme, të cilat i prek dhe ndikon në rritjen qoftë të shërbimeve të tyre apo të prodhimeve të tyre, është sektori i transportit. Sektori i transportit është një nga faktorët kryesorë që ndikon në formimin e çmimeve në treg, për arsye se drejt për drejti ato shfrytëzojnë, domethënë, derivatet, naftën e shfrytëzojnë për si lëndë djegëse për të kryer transportin. E madrave prej
Evropës këtutene ose prej këtuteri drejt Evropës dhe rajonet. Sektor tjerë të cilët i atakon kjo rritje e naftës, kjo rritje enorme e naftës, dhe me thënë janë edhe sektori i prodhimtarisë, sektori i bujqësisë, edhe shumë sektor tjerë, po edhe të ndërtimtarisë për arsye se repromaterialet të cilët prodhohen në fabrika si lëndë parë mund ta kenë naftën që drejt për drejti edhe ajo rritja e çmimit, aty do të ndikon edhe në rritjen e çmimeve të produkteve të cilët janë si rezultati prodhuesve, të cilët si repromateriale për ta realizuar procesin e prodhimit ato shfrytëzojnë derivatet. Kështu që edhe në industrinë ushqimore në mënyrë indirekte ndikon në rritjen e çmimit të produkteve ushqimore. Faktikisht rritja e çmimit të naftës mund të themi mund të themi se i atakon të gjithë sektorët e ekonomisë së tregut, të gjithë sektorët të cilët domethënë funksionojnë në tregun ton, po edhe në tregjet e shteteve tjera. Kështu që kemi disa sinjale, edhe kishte do garanca edhe në mjetet e informimit i ndëgjuar se prodhuesit më të mëdhenj të naftës dhe këta që merren me bizneset e naftës, kompanitë më të fuqishme, do të lëshojnë në treg një sasi të konsiderueshme të naftës, e cila do të ndikon deri te rritja e ofertës dhe gradualisht domethënë edhe uljen e çmimeve, që mos vazhdon ky trend, se nëse fillon edhe vazhdon ky trend që ka filluar, po edhe vazhdon edhe më të tjetër, domethënë që në berzat evropiane dhe botnore rritet çmimi i naftës, atëherë do kemi probleme shumë serioze. Qeveria domethënë e përcjell situatën, më mendja që e përcjellin me vigjilencë situatën e zhvillimit punëve në tregun evropian dhe më gjerë dhe bëjnë analizat të thukta se si mund të vim deri te domethënë normalizimi. Spaku mos kemi një rritje kaq të madhe, domethënë për një afat shumë të shkurt, po ta ngadalsojnë atë rritje, po brenda mundësive edhe domethënë të gjejnë metoda, çdo qeverie, çdo shteti, të gjejnë metoda të tyre me të cilat drejt pas drejti do ndikojnë mbarëm çmimin e naftës kaq deri në këtë nivel që është rrit deri tash, mos vazhdojë rritja edhe më tutje, po të mbetet kështu. Domethënë ato i kanë instrumentet e veta qeveria në dorë me të cilat mund të ndikon në stabilizimin e çmimeve të tregut, po është pak vështirë. Ndikon për arsye se domethënë kjo është një krizë më e gjerë, nuk është vetëm për shtetin tonë. Nëse shiqojmë çmimet të cilët i kemi ne të derivateve këtu në Maqedoni, domethënë në tregun tonë, mund të them deri se janë çmimet më të volitshme vis-a-vis gjithë shteteve tjera në rajon, po edhe më gjerë. Për arsye se domethënë këtu edhe më herët, edhe kur s'kemi pas krizë, çmimi i derivateve në Republikën e Maqedonisë ka qenë atraktiv edhe për vendet që i kemi me të cilët jemi të kufizuar dhe shumë prej tyre edhe shfrytëzojnë domethënë pompat e benzinës që i kemi në tregun tonë në Maqedoni për të furnizuar qoftë ato mjetet transportuese, qoftë edhe mjetet më të vogla veturat e kështu me radhë. Më thonë ka qeveria në disponim edhe uljen e akcizave që e paralajmërojnë fillim, po mandej u tërheq për arsye se çmimet tona janë më të mira në rajon, edhe nuk shkuan në një hap të tillë. Qeveria nuk mor një vendim të tillë që të ulë akcizat, po njëkohësisht edhe TVSH-ja nëse ulet edhe ajo mund të ndikojë domethënë në stabilizimin e çmimeve në treg dhe barem sa do pak, domethënë edhe populli, po edhe biznesmenët të shohin se qeveria është interesuar për të mbajtë stabilitet të çmimeve, në mënyrë që të vazhdojë ekonomia mos vim në një situatë kur të vijë deri te kufizimi, thash, i veprimtarive aktiviteteve ekonomike të subjekteve ekonomike, po njëkohësisht domethënë të kemi çmime stabile nuk mund të kemi, po parafërsisht stabile. Qeveria i ka instrumentet e veta edhe njëherë për e përmendje, ka edhe rezervat shtetërore të derivateve, për arsye se sektorin, sidomos të bujqësisë e prek tash më shumë se tash fillojnë ato aktivitetet në sektorin e bujqësisë për mbjelljen e
mbjelljen e farave të ndryshme, kështu që ato do të kenë më shumë të nevojë për derivate, po mendoj se ato edhe ashtu e kanë çmimet i kanë të subvencionuar nga ana e qeverisë dhe besoj se edhe këtë krizë momentale të cilën e kemi, që lusim që mos të rriten çmimet në mënyrë të pakontrolluar, se ato gjithsesi do kenë ndikim, domethënë, në gjitha sektorët të cilët i përmend. Ne duhet të orientohemi edhe të shiqojmë si do të zhvillohet situata, domethënë, në vendet në të cilët kanë hyrë në luftë. Për arsye se krejt varet prej atje. Ne nuk dëshiroshim as pak si biznese që të vazhdon rritje e derivateve, për rritje e çmimit të derivateve, për arsye se është shumë e logjikshme dhe shumë normale se çmimet e derivateve, domethënë, kanë ndikim dhe impakt në të gjitha, domethënë, produktet, pa marrë parasysh a janë ato të lëmisë ushqimore apo produktet e tjera, mallrat e tjera, siç janë, domethënë, të ndërtimtarisë, të cilët kanë shkuar jashtë normale, si janë rritë këto 2 javë ditë, domethënë. Kemi rritjen e çmimit të hekurit, i cili ka mbrit deri në 750, kanë qenë 610-620 euro, çka do të thotë se diku 130 euro për tonë me u rrit për një javë, për 10 ditë, është me të vërtet një rritje e cila është shumë vështirë për mu përballu nga ana, domethënë, e ekonomisë së një vendit, po gjithsesi, domethënë, në një sektor eventualisht është më pak i prekur dhe ai më mirë do të mbijeton në situata të tilla, kurse sektorët tjerë, po edhe ato ushqimor, edhe sektorët e ndërtimtarisë, sektori i ndërtimtarisë, edhe sektorët tjerë të transportit, edhe sektorët tjerë, ato do të kenë probleme serioze dhe ata janë të detyruar të rritin çmimet e tyre. Qoftë të industrisë ushqimore nëpër markete, qoftë të ndërtimtarisë, qoftë sektorëve dhe veprimtarive tjera, rritja e çmimeve është e paevitueshme. Nëse shkojmë me ngrimje të çmimeve vetëm në çmimeve bazike ushqimore, atë ka bërë qeveria edhe më herët, kur u rriteshin çmimet në mënyrë të pakontrolluar dhe bishin vendime, të cilat domethënë vendime e kufizoheshin rritjen e mëtutjeshme të artikujve, ose domethënë ngrimjen e çmimeve me një fjalë që ajo si mas, ne jemi ekonomia e tregut dhe nuk është aq e pranueshme, por në situata të jashtëzakonshme, në situata të luftës, qeveria mund të bjerë edhe ashtu vendime në funksion të rujtjes së interesit të qytetarëve. Sa i përket ngrimjen e çmimeve të derivateve, domethënë është e papranueshme, edhe nuk mund të implementohet, domethënë, ngrimja e çmimeve në ekonominë, në çmimet e derivateve në ekonominë e tregut tonë, për arsye se atëherë do të kemi, nuk do mund të furnizohemi, për arsye se çmimet të cilët do të jenë të ngrira, ato do jenë çmime jo të tregut, nuk janë çmime që janë formuar në treg dhe i ngrin qeveria me vendime. Po ne dim se çmimin e derivateve dhe kompanitë që janë multinacionale e kontrollojnë biznesin me derivate dhe ato jo se dhe t'ju vjen keq se është rritja, po ato për profit punojnë dhe për atë edhe janë kompani të fuqishme. Varet edhe për atine çfarë masa do ndërmarren, po ngrimje të çmimeve të naftës dhe derivateve nuk mund të ketë. Sipas mendimit tim, nuk mund të ketë për arsye se ajo ngrirje ndikon mandej se nuk mund të kemi edhe furnizim të mjaftueshëm me ato çmime të ngrimjes, se askush nuk të shet derivate me një çmim, domethënë, të cilën ti e ke ngri. Qeveria mund të bën ngrimjen e çmimeve, por duhet të finanson pjesën tjetër të çmimit, të cilin që është prezent në treg, se vetëm ashtu mund të funksionoj ekonomia. Përndryshe, vetëm me ngrimje të çmimeve, absolutisht unë mendoj se ajo masë është e papranueshme te derivatet, për arsye se ne nuk prodhojmë, nuk kemi derivatet tona, ne importojmë, atëherë mund të ndalet, mund të vihet edhe të ndërprerja e importit për furnizim me naftë dhe me derivate tjera, domethënë, tregun e Maqedonisë që ajo do të ishte, nëse vjen deri te ndonjë kufizim ose ndërpremje totale, atëherë nuk funksionon e tërë ekonomia, mund të vinë në një situatë shumë të rëndë dhe
atëherë do na duan shumë më tepër masa të ndërmarrim edhe nga ana e qeverisë dhe bizneseve që të vim deri te stabilizimi i furnizimit me derivate të tregut. Sa ato janë pa pardon, domethënë kur është në pyetje çmimi të cilin ato e kanë aprovu në kompanitë e tyre dhe ato nuk pranojnë më çmim tjetër. E vetmja mënyrë është për me ngritë çmimet është që qeveria të subvencionoj pjesën e diferencës ndërmjet çmimit real dhe çmimit të cilën e ka ngritë qeveria. Nëse merr atë obligim qeveria, atëherë mund të vijë deri te ngrimja e çmimeve dhe kursehen qytetarët nga çmimet dhe nga rritja e çmimeve enorme. Korrigjimi i çmimeve të naftës se ne bëhet nëpërmjet komisionit rregullator. Dhe ato kanë pru një vendim që korrigjimi i çmimeve të derivateve në tregun tonë të bëhet një herë në javë, vetëm ditën e hanë. Kjo për ne domethënë nuk është një vendim i qëlluar, po unë nuk e di në bazë cilët fakteve, në bazë cilëve argumente ato kanë pru një vendim të tillë, për arsye se ne kemi ndryshime të çmimeve të derivateve çdo ditë. Për fat mirë një 2-3 ditët e kaluara kemi pas edhe ramje të çmimeve, po një ramje shumë simbolike, kur është në pyetje se sa ato janë rrit deri tash. Kështu që dhe shiqojmë dhe si dhe zhvillohet situata dhe çmimet e derivateve njëherë për njëherë nuk janë stabile fare në treg dhe ekonomitë, kompanitë e vogla, të cilët nuk mund t'ju përballojnë këtyre çmimeve në prodhimin gjatë prodhimtarisë së tyre ose kryerjes së një veprimtarie tjetër shërbyse, ato do ndodhen në situatë shumë palakmueshme, sidomos ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ndoshta ndërmarrjet e mëdha mund ta përballojnë që të punojnë me humbje për një periudhë të caktuar derisa të vijë deri te stabilizimi, meqense biznesi një vetëm profitin, nuk një gjë tjetër, po sido që të jetë, ne mund të jenë të goditura, domethënë pyetjen që e parashtruan, mund të jenë të goditura disa kompani të cilët shfrytëzojnë domethënë për qoftë në lëminë e prodhimtarisë ose qoftë në lëminë e bizneseve tjera, sektorëve tjerë, nëse shfrytëzojnë sasi të mëdha të derivateve si repromateriale për zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Mund të ketë edhe pasoja, mund të ketë edhe, mund të themi, disa ndërmarrje që janë të vogla prodhuese të ndërprejnë prodhimtarive e tyre, nëse nga një anë vijnë deri te kufizimi i çmimeve, nga ana tjetër kemi rritje enorme të çmimeve të derivateve dhe kështu që sektori privat, sektori real, ekonomik, domethënë i cili është i lidhur ngushtë me çmimet e derivateve, ato mund të kenë probleme serioze dhe vendimi i tyre do të jetë si do të vazhdojnë më tutje. Për shkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme po kthehet në një alarm serioz për ekonominë globale. Sipas njohësit të marrëdhënieve ndërkombëtare në Fail Yemeni, ky rajon që mban në tokë gjysmën e naftës botërore dhe një pjesë të madhe të gazit, tashmë po trondit tregjet me rritje të forta çmimesh dhe pasiguri në rritje. Në një deklaratë për Business Plus, Yemeni paralajmëron se sulmet ndaj infrastrukturës energjetike dhe rreziku për bllokimin e ngushticës së Hormuzit mund të godasin drejt për drejt furnizimin global, duke shtyrë çmimet në nivele ekstreme dhe duke rritur ndjeshëm rrezikun për recesion. Por goditja nuk ndalet e energjia. Sipas tij, kriza po përhapet edhe në bujqësi, pasi rajoni është kyç për prodhimin e plehrave artificial. Rritja e Kosovës në këtë sektor rrezikon të çojë në ulje të prodhimit dhe në një val të re pasigurie ushqimore globale. Për më tepër ndjekim materialin. Lufta e cila ka shkaktuar në linjën e mesme ka shkaktuar një tronditje të fuqishme në tregun energjetik global. Kjo për shkakun se linja e mesme është rajoni me rezervat më të mëdha të naftës dhe të gazit të provore. Në toka e saj përmban 50% të rezervave globale të naftës dhe rreth 45% të rezervave të gazit natyror. E gjithë kjo flet për peshën dhe rëndësinë që ka lindja e mesme në tregun energjetik global. Irani për të bërë më të kushtueshme luftën për Shtetet e Bashkuara si në aspektin politik ashtu edhe në ato ekonomik, ka goditur shtetet finje pra shtetet Gjirit Persik, duke i goditur rafineritë e tyre të naftës, të gazit, dhe kjo ka detyruar që shtete si Arabia Saudite,
Katari, Kuwaiti, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani ta përgjithësojnë sasinë ditore të naftës dhe të gazit të prodhuar apo ta ndërpresin atë plotësisht. E gjithë kjo ka shkaktuar mungesën e naftës në tregjet globale dhe rritjen e çmimit të saj. Çmimi i naftës sot në tregun botror është rreth $108. Pra, që nga fillimi i luftës dhe apo një ditë para se të fillojë lufta dhe deri në ditën e sotme, çmimet e naftës janë arritur me rreth 40%, kurse çmimet e gazit natyror me 60%. Sikur të mos mjaftonte kjo, Irani po përdor një strategji tjetër të presionit, atë të mbylljes së ngushticës së Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugë kalimet ujore më të rëndësishme në botë, ku çdo ditë nëpër të kalojnë rreth 20% të totalit botror të naftës dhe rreth 25% të totalit të gazit të lëngshëm natyror. Pra tani çdo ditë botës i mungojnë 20 milion fuqi. Dhe kjo ka shkaktuar një pasiguri të madhe në të gjitha të shtetet të cilët janë të varur nga burimet energjetike të linjës së mesme, kryesisht shteteve të Azisë dhe të Evropës. Në këtë situatë, Shtetet e Bashkuara janë detyruar që ta heqin disa nga sanksionet ndaj industrisë ruse të naftës, me qëllim që prodhimet ditore të naftës dhe të gazit rus të stabilizojnë tregun energjetik global, të sigurojnë sasinë e gazit dhe të naftës së nevojshme, si dhe të ulin çmimin e saj. Dhe sipas parashikimeve, tani çdo ditë Rusia do të fitojë rreth $150 milion nga heqja e këtyre sanksioneve. Në rast se do të kemi një zgjerim të luftës në hapësirë dhe në kohë në linjën e mesme, parashikimet janë që çmimet në fuqi e naftës shkojnë nga $120 deri në $150, kurse disa parashikime thonë se çmimet e tyre do shkojnë deri në $200 për fuqi. Kjo do të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë globale, duke marrë parasysh faktin se parashikimet janë se nëse kemi një rritje nga $120 deri në $150, atëherë bota do shkojë drejt një recesioni global. Dhe në këto rrethana të gjithë shtetet janë në një luftë për të siguruar burime alternative për të furnizuar me naftë dhe me gazin natyror për industritë e tyre. Sikur të mos mjaftonte vetëm ndikimi energjetik, linja e mesme ka një rëndësi shumë të madhe në prodhimin e pleut artificial, të cilët janë shumë të nevojshme në bujqësi dhe në agrokulturë, duke marrë parasysh faktin se tani jemi në stinën e pranverës, ku bëhet edhe mbjellja e pjesës më të madhe të produkteve bujqësore. Rajoni i lindjes së mesme prodhon rreth 30% të pleut artificial botror dhe rreth 46% të urezë, të cilët janë shumë të nevojshme për rritjen e rendimenteve. Dhe çmimet e urezë tani për shkak të luftës janë rritur me rreth 60% dhe bota ka mungesë të theksuar të pleut artificial. Dhe në rast se lufta në linjën e mesme nuk ndalet dhe nuk hapet ngushtica e Hormuzit, atëherë bota do të shkojë drejt një krize ushqimore, ku sipas një raporti të fundit të Kombeve të Bashkuara, në rast se lufta në linjën e mesme nuk do të ndalet, atëherë 45 milion njerëz do të preken nga pasiguria ushqimore. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë emision. Juve ju faleminderit për vëmendje. Bashkë mirupafshim.